Ju merrni tunelin e Llogaras. Po? Tuneli i Llogaras është një vepër antikombëtare, antiekonomike dhe është sabotim. Si është vepër antikombëtare? Po. Po pse? Një minutë. Dhe unë kam bërë një artikull tuneli i Llogaras ose stallat e baktive të Dukatit. Ai do mbesi stalla për baktit. Çfarë thua? Ke kaluar ti atje? Unë kam kaluar atje, nuk e kam nga kjo rëshqitja që mund ndodhi. Po nga kush? Nuk ka interes ekonomik. Jo, prit lutem, fal. Te interesi ekonomik është tjetër gjë. Bile mund pa qenë inxhinier mund të flas kushdo. Tani, a është i sigurt tuneli i Llogaras? Atëre, unë tani që ka ndodhur rëshqitja nuk kam kaluar. Kam kaluar në periudhën e verës. Po ky incidenti që ka ndodhur që ai rrjedh është e lidhur me izolimin e tij. Që do të thotë? Izolimi nuk është bërë izolimi. Po ka rrezik kjo kur për njerëzit që kalojnë? Tani varet nga forcia, izolimi nuk ka lidhje sepse po të kalosh nga Italia për shkollësh të Francë, po në Bregdetin gjithmonë të Adriatikut, të gjitha tunelet janë me njolla, po si them ujë. Por si konstruksion, si forcia të garantuara sepse janë të shkollë. Të drejtë për drejtë, po jo, tuneli i Llogaras është i sigurt? Po unë nuk e njoh nga ana si e ka ndërtuar ai sipas kushteve teknike. Po se ju thatë është antikombëtare? Nga ana ekonomike. Në ana ekonomike, po lere ana ekonomike, ai na duhet ne. Pse? Ajo nuk duhet. Pse? Janë harxhime lek pa si vlerë. Si pa si vlerë, zoti. Me lehota mbarojmë. Okej, ju jeni inxhinier, unë sem inxhinier. Jo, nuk ka përgjigje. Më falni çik. Ju e keni bërë për të kaluar në Bregdetin e Jugut? Po. Në rregull apo? Sepse ka një pengesë që quhet qafa. Llogara që është kodën 2025. Në qoftë do të kaloje në Bregdetin e Jugut me 2.8 km tunel në rreth Urikumi Delmatan. 2.8 km. Po ky sa është? Ky është 6.16. Po pse, do të thonë ju thoni vendi? Një minutë. E dyta, në qoftë se do mos ndërtoje tunel fare sipër Urikumit, ka një fushë që quhet fushë e Ravenës. Në qoftë se do të shkosh një herë atje në periudhën e verës ose të pranverës, do thosh ti është e mundur këtu në qoftë se ka mundësi të marrë një shtëpi të jetoj. Sepse nga ana e Jugut shef Mesdheu ose Joni, këtej shef si themun Gjirin e Vlorës, është gjë shumë i bukur, faktikisht me shumë thyerje, dhe ai ka një kuotë që është kota 272. Pra, në qoftë se ti do ngjitesh aty me një rrugë, që është faktikisht po është prishur, ti ngjitesh, kalon në kuotën 270, hap një use, kalon në kuotën 200 dhe del Matan. Në rregull, ndërtohet dhe një qytet aty, se është 4.6, ajo me 3.7, është fushë. Ka qenë dhe aviacioni. Dhe faktikisht në të ardhmen ajo do të vishet me ndërtime urbane. Tuneli Llogaras, vete në Urikum, shkon 15 km, 14.7, për marrë 15 km, mbrapa detit. Ngjitesh në kuotën 425, e shyrja. Delmatan do zbresh në kuotën 290, që është fushë e Palas. Pastaj shkosh në det, ti do shkosh të zbresh edhe 300 metrë në poshtë, rregull apo? Pra, për të shkuar në jug, ti bën një rrugë të maskuar nga deti, bën dhe një tunel 6 km, një kohë që për të shkuar Matan, ti me i tunel ose pa tunel fare, ose në qoftë të vijë dhe vërdallore këti, ti kalon në Breg Matan. Sepse koridori turistik në zonën bregdetare kodrinore ndërtohet 15 dhe 20 metër dhe 30 metër lart mbi niveli i detit, që kur të shkohet me mjetë, me autobus o me qëndron dhe një i moshuar mund të zbresi sa një pallat 10 katësh, 30 metër lart. Këto janë norma europiane të ndërtimit në zonat bregdetare. Tuneli Llogaras është një shpenzim, është një ide e vjetër, janë specialistë e vjetër të infrastrukturës, që është dega më e parapambetur në Shqipëri që bëjnë ndërtime të tilla antiekonomike. Ky nuk i shërben turizmit. Kjo është mbyllur. Dhe do përfundoj kështu. Kurse këto që ndodhin, janë shtesa për paratë se nëse do të ke dyshim për fortësinë ose qëndrueshmërinë, detyrohesh që të bësh sondazhe, ato e përcaktojnë. Okej, e kuptova këtë. Tani nga këto mund t'i komentosh të gjitha këto defektet? Tani në rrugën e Qafploqët. Po? Korçar në fakt Këtë të Qafploqë, prit, e ka këtu. Qukës Qafploqë. Po. 10. Është një rrugë që shkurton apo jo, jam shumë se 20 km.
Po? që në vend kalon nga Pogradeci, kalon deri qafë Ploq. Në rregull, kalon lartësi 1310 metra. Po? Ka rështite këto në zakonshme, normal. Janë zakonshme. Po, patjetër. Po, sikur ran rrugët. Atëre, pse janë të zakonshme? Si e thon? Janë gjëra që ndodhin, por si bëhet abuzimi te këto? Ju fitoni tendrin e projektit, unë të them të lutem, ndërtoj në kufit maksimal të shumësh të vlerës, si që janë normat e huaja. Ti e ndërton, dhe volumet janë pa kufi, atje nuk realizohen. Kontrolli bëhet në një grup supervizioni i cili nuk kontrollohet, kjo ti mirë qenë, në rregull? Atëre këto volume nuk realizohen, skrapatat nuk bën pjersin e duhur që rëshqasin, dhe ndodhin këto gjëra. Pra është një konvejer problemesh që fillon që nga projektim. Do të thoni një përzierje e natyrës me problemet e njeriu. Po njeriu është baga, patjetër. Njeriu është baga. Tani, ju thatë vetëm Qukës qatë Ploq. Edhe kjo. Segment tjetër? Kjo nuk është prioritet kombëtar. Edhe kjo nuk është? Nuk është prioritet kombëtar. Tani, do të sjarë ndonjë. Po ku që shërben ajo? Një minutë. Çdo rrugë ka interes të ndërtohet. Po? Pra edhe një rrugë midis dy stallave, një rrugë midis dy stallave, bën që pulat ose jo s'ka problem. Të rrëshqiti të përmbyt edhe ty o inxhinier. Tani ka një gjë. Ku uji aty se ç'a të bën uji? Është lidh me tapa. Nuk e kishe bërë mirë atë skarpatën aty. Patjetër. Atëherë ç'ndodh? Edhe kafshët do shkojnë më mirë, por nuk është prioritet. Prioriteti dikush është, ju shkoni në Prenjes, ngjitesh në Qafa në kodën 950 mos e më. Po? Ky është pjesë e korridorit 8. Në vend të bësh një tunel 3 km që ka bërë periudha e Enver për e kurudhër, edhe në mënyrë që rruga të shkonte në mënyrë horizontale ose fushore, të zbrisje të shkonje direkt në nivelin e 650 që është liqeni. Do një segment tjetër, mund të komentoni? Nga këto që janë me defekte aktualisht? Faktikisht, rruga Dibrant janë një krajinat më model në Shqipëri, fakt, nuk i njajnë beratëse, unë blodhën, thamë, ne duam që të votojmë në ndërtoni rrugë në Arbërt. E ndërtuan, shumë mirë bënë. Po ajo rrugë kalon disa basene dhe shumë e vështirë. Po shumë e vështirë. Po nuk ka faj... Jo, natyrisht që e pare këtë tunelet e kanë faj ndërtuesi direkt, pa tjetër. Atja abuzohet, janë punimet maskuara. Dhe këto... Kam një pyetje drejt për drejt, inxhinier. Si mund të abuzosh një tunel, një inxhinier, qoftë ai projektues, qoftë ai zbatues, po edhe një punëtor, si mund të hedhësh më pak beton në një tunel? Nuk është hedhin pak beton, po këto në fakt kur bën ndërtimet në periudha vere, të krijojnë përshtypje dhe këto formacione dhe këtyre terreneve në dy anë, kur punon në verë, terrenet po si pa një sy geologu, këto në fakt thuaj që terren më të përshtatshëm më të mirë nuk ka. Faktikisht në funksion të strukturës, të ngopen me ujë, fiton një peshë vëllim më të madhe dhe pos që plani rëshqicë ato dhe qojnë me shkarkojnë rjedhin edhe mani për para gjithë shka. To e njifen. E kuptova. Foto tjetër, kanë bitë qka... Kurse për gjitha këto pyetje që më bëni, unë për dhënë një përgjigje eksaktë, mos flasë si komitet partije, se shtosim dhe direkt, detyrohem të isho në vend. Dhe për këto, i kam parë disa herë për të dhënë këto që u thash. Foto tjetër? Tani, ky është rrjeti rrugor i Republikës Shqipërisë. Në çfarë gjendje kemi ne rrjetin rrugor, inxhinier? Atëherë ai që mungon këtu është kalimi nga kryeqyteti. E para njëherë Tirana ka një skemë heliocentrike. Sabotimi fillon që nga Tirana. Se faktikisht po të jap një shembull konkret. Është ndërtuar një shesh me një gung atë, me një lartësi në qendër Tiranë. Sheshi Skënderbej. Po. Dhe faktikisht juve, për arsye arkitektonie ndërtuar, është detyra juaj. Por ju keni bllokuar qarkullimin e mjeteve. Pra mjetet që vinë nga Zogupar, nga rrugët Durrësit, rrugët Kallë. Si botës nuk kalojnë mjetet në qendër. Një minutë. Ta çfarë mendim, por flas për gjendjen aktuale.